Disa prej individëve do të mbahen në masën e arrestit deri në 48 orë fillimisht. Sekuestru telefont dhe pajisjet e komunikimit do të ketë familjar të njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e garës. Nuk mundet vetëm një individ me manipulu pa e pa të tjerë, dhe si rrjedhoi tavolina është dashur më marrë vesh kush i ka mësuar këta me bë këtë punë. Çka dim deri tash është që pjesa më e madhe e njerëzve të cilët kanë qenë të përfshirë në procesin e numërimit të rezultateve në qendrën komunale të Prizrenit janë ftuar për intervistë në njësitë e hetimeve të policisë të Kosovës me një urdhër të prokurisë së Prizrenit. Pra kjo ka ndodhur për shkak se në ditët e kaluara prokuria ka zhvilluar dhe ka identifikuar listën e personave të cilët kanë qenë të involvuar në procesin e numërimit. Pra njerëzit janë identifikuar me emër, mbiemër, adresë dhe elemente të tjera të cilat duan për një hetim, dhe tash të njëjtit janë ftuar për me u intervistu për me e saksu rolin e secilit në këtë proces. Prej asaj që kemi kuptuar deri tash është që disa prej individëve do të mbahen në masën e arrestit deri në 48 orë fillimisht, pastaj me pasë që po janë vlerësimet e prokurisë në raport me ata do të qëndrojnë në paraburgim për 30 ditë ose tutje. Ajo çka është risia e këtij hetimi që nuk e kemi pa të kaluamën është se po konfirmohet që këtyre personave të cilët janë të dyshim tash për momentin për procesin e manipulimit, prokuria ka vendosur me ju hyj pak më thellë në gjurmimin e proceseve të komunikimeve të cilat ata i kanë pas, për shkak se kemi informacione që janë sekuestru telefont dhe pajisjet e komunikimit të cilat ata i kanë përdorur, dhe tash sigurisht që me urdhër të gjykatës të njëjtit do të dërgohen në ekzaminime për me u kuptuar dhe me u nxjerr bisedat të cilat ata kanë mujt me i pas me persona jashtë komisionit, po ashtu edhe jashtë qendrës së numërimit. Është shumë e rëndësishme u kuptuar që në mesin e këtyre njerëzve do të ketë familjar të njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e garës, aktivistë të partive politike, njerëz të cilët kanë qenë pjesë e komisioneve komunale zgjedhore prej subjekteve politike të ndryshme, dhe kemi me pas një hetim bukur të gjallë i cili ka me përfshi më shumë se 100 persona të cilët kanë pas mundësinë me prek mrena rezultateve dhe duhet më identifiku secili për përgjithësinë. Pse po e them që kjo është një prej hetimi është prej asaj që kemi të e panë mëngjes po dallon prej hetimeve të kaluara është që e para të kaluamën hetimet ka nisë shumë më vonë, pra nisë me muj të tanë me vonesë pas malverzimeve dhe manipulimeve me zgjedhje, dhe hetimet në të kaluamën kanë qenë, kisha me thonë, kryesisht administrative. Pra janë marrë dokumentacionet dhe mbi bazën e dokumentacioneve janë ngrit akta akuza. Kur po thunë të kaluamën fjalën e kiqe, në të kaluamën ka pas zgjedhje brenda partisë. Gjithmonë në secilën palë zgjedhje, edhe pse nuk është bërë shumë e madhe, ne kemi pas akta akuza për manipulime në rezultate, jo në masën e vitit 2010, kur kemi pas vjedhjet masive, po edhe në zgjedhjet e 2014, edhe 17, edhe 19, edhe në 21 ka pas akta akuza në prokuri për manipulime me rezultate zgjedhore, jo në masën që është tash dhe jo në masën e vitit 2010. Pse që ato akta akuza, apo e din ti me shpjegu si jurist, pse akta akuza s'po ndikojnë që njerëz mu tutë dhe mos me vjesë? Elementi kryesor që mendoj që ka qenë problematik është fakti që prokuria nuk i ka gjurmu deri në fund shkaktarët e manipulimit të zgjedhjeve dhe urdhërdhënësit e manipulimit në zgjedhje. Pra, manipulimi në zgjedhje nuk është një veprim individual dhe nuk bëhet vetëm prej një personi i cili mundet me bë një element të tillë, po është një organizim grupor. Pra, mënyra që është i dizajnuar sistemi zgjedhor në Kosovë nuk mundet vetëm një individ me manipulu pa e pa të tjerë, dhe si rrjedhoi tavolina është dashur më marrë vesh, dhe tavolina në këtë situatë nuk janë përfaqësues të një partie politike, po janë të disa partive politike, dhe e dyta, qëllimi i manipulimit në zgjedhje është mi kriju vetit një benefician ose një personi tjetër. Pra në momentin kur ke shtu votat e dikujt, gjithmonë kemi marrë një benefician prej atij që ja ke shtu votat. Po, kemi marrë edhe burgun. Si rezultat, Adal, ti po thu të mirat, është që t'vjen beneficioni, po nëse kërcënimi që e merr burgun, as mjafton? Deri që tash e kemi pas një shkputje midis urdhërdhënësit apo përfituesit dhe atij që i ka manipulu votat. Pra, deri tash na nuk kemi pas akta akuza. Pikërisht për çato, pse s'po tutet ai që e ka bo vjedhjen, jo urdhërdhënësi. Ai është dashur më tutë që në fund s'po hin shefi në burg, po hi une. As mjafton kjo më tutë? Duhet me kuptu që në momentin kur ka një dakordim kolektiv,
për keqpërdorimin. Kur po them dakordim kolektiv është që sistemi është i ndërtuar që në momentin kur ka një problem të identifikuar ose një mospërputhje personi tjetër me reagu, kur ka një dakordim të tillë atëherë njerëzit nisin me marrë një lloj trimnie dhe me të paprekshëm. E tash masi i kanë sekuestruar veç me të pyet diçka, që e fole për sekuestrimin e telefonit. A ka mundësi që në çat telefon tash gjinden marrja vesh? E në kalumën, a jetu thonë që s'është sekuestru telefoni? Telefoni nuk janë sekuestru. Asnjëherë. Provat jo, për çfarë arsye po përmendin një lloj hetimi administrativ të cilën e ka bërë prokuria. Pra, prokuria i ka marrë dokumentet, i ka marrë proces verbalit, dhe mbi bazën e proces verbalit, pa ndërmarrë veprime tjera, shteset i mori i ka ngritur këta akuzat. Pra është mjaftuar që në një qendër të votimit janë keq përdor, po e marr shembull 300 vota dhe ka shku dhe e ka ngritur këtë akuzën për 9 anëtarë ose për 9 komisioner. Pa e saksu cili ka qenë përgjithësi kryesor, cili ka qenë sallë e tjera. Tjerë kanë qenë aktakuza blanko të cilat janë zhvillu pa hetime kualitative. Ajo që ka tash unë kisha pritur është që me pas një hetim kualitativ, mu identifiku kush kanë qenë përgjithësit, kush ka qenë i informum që kjo po ndodh, a kanë qenë kandidat për deputet të informum për këtë sistem, edhe shumë është interesante me zbulu kush i ka mësu këta me bo këtë punë. Shkak se do djem 3 e qika 3 të cilët vinë prej qytetit të cilët e ka një punë teknike me bo, do të begi shumë me pas aftësi për me kuptu ku i ka mangësit kryesori sistemi. Për shkak se këtu nuk jemi të folë për një vjedhje klasike cila zhvillohet të eshtu një tek dikon. Jemi të folë për një strukturë cila është shumë vështirë e verifikueshme në të ardhmen dhe këta njerëz që e kanë bo, e kanë njohur bukur mirë sistemin për me mri me e dizajnu krejt